Partia në pushtet dje ka ngritur flamurin e bardhë. Numri 2 i lëvizjes vetëvendosje Glauko Njuvsa ka bërë me dije se qeveria e re nuk mund të formohet pa bërë koalicion me ndonjërin prej partive opozitare. Pas takimi që ka pasur me përfaqësuesit e partive politike në cilësinë e ish kryetarit të kuvendit, Njuvsa ka theksuar se kjo parti në zgjedhjet e 9 shkurtit nuk ka arritur synimin e saj. Sipas tij, një koalicion është i pashmangshëm. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, njëherët kryeministër në detyrë, i dërgoi një letër për takim për konsultim para prak për formimin e qeverisë kreu të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, e që ky i fundit i tha jo bashkëpunimit me vetëvendosjen. E për këtë refuzim, Kurti u pyet sot sërish nga gazetarët, por që refuzoi të përgjigjet. Pavarësisht thirrjes së dorës së bashkëpunimit nga VV-a, partitë opozitare i kanë thënë jo. Edhe nënkryetari i PDK-s Urani Ismaili ka kundërshtuar qëndrimin e VV-s se kryeministri i jashtëm do të jetë Albin Kurti. Ndërkaq sekretari i përgjithshëm i AK-s Muharrem Nitaj ka vlerësuar se procesi i formimit të qeverisë po duket i komplikuar. Mbetet të shihet në ditët dhe javët në vazhdim se qysh, kush dhe me kë do të formohet qeveria e Kosovës.